Policia e Shkodrës ka arrestuar një 25 vjeçar pasi gjatë kontrollit fizik ju gjet një mjet për eros, ndërsa në banesë një sasi lënde e dyshuar narkotike kanabis, e cila u sekuestrua si provë materiale. Ndërkohë, forcat e posaçme Shqiponja ndaloi një 44 vjeçar nga Vaudeos, i shpallur në kërkim nga gjykata e Korçës për veprën penale trafikimi narkotikëve në tentativë. Ai ishte me mas sigurie arrest në burg, ndërsa veprimet procedurale do të vijojnë nga autoritetet përkatëse. Në një tjetër rast, dy shtetas u proceduan në gjendje të lirë pasi u kapën duke peshkuar në mënyrë të paligjshme në liçenin e Shkodrës. Po ashtu një 42 vjeçar është proceduar penalisht pasi dyshohet se ka përdorur profile të rreme në rrjetet sociale për të ndjekur fyer dhe shantazhuar një shtetase. Sa i përket sigurisë rrugore, një 69 vjeçar u procedua pasi duke drejtuar motomjetin në gjendje të dehur, humbri kontrollin dhe u vetrëzua. Ndërkohë, një 24 vjeçare ka mbetur e plagosur pas përplasjes me një automjet teksa lëvizte me biçikletë. Ajo ndodhet në Spitalin Rajonal Shkodër jashtë rrezikut për jetën. Në fund, një 56 vjeçar nga Kopliku ka kallëzuar largimin nga banesa të vajzës së tij 16 vjeçare. Policia po vijon punën për gjetjen e saj. Materialet janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.